Njësia rajonale trafikut rrugor në Gjakov ka intensifikuar kontrollet në kuadër të planit operativ Vera 2026 dhe alkooli, me qëllim rritjen e sigurisë në trafik dhe parandalimin e aksidenteve. Nga 17 korriku deri më 16 gusht 2026, përmes task forces dhe patrullave shtesë janë kryer kontrolle në rrugët e rajonit të Gjakovës, me fokus në kundërvajtje që rrezikojnë drejt për drejt jetën e pjesëmarrësve në trafik. Gjatë kësaj periudhe, policia ka shqiptuar gjithsej 5.022 gjoba, ndërsa 323 patent shofer janë marrë si masë mbrojtëse, me ndalim të drejtimit të mjeteve motorike. Po ashtu janë sekuestruar 92 motocikleta për kundërvajtje të ndryshme. Numri më i madh i gjobave 3059 është shqiptuar për tejkalim të shpejtësisë, ndërsa 201 drejtues janë ndëshkuar për drejtim të automjetit në ndikimin e alkoolit mbi normën e lejuar. Për përdorim të telefonit gjatë gases janë shqiptuar 145 gjoba, për tejkalime të parregullta 107, ndërsa për kundërvajtje të motociklistëve përfshirë mosmbajtjen e helmetës janë shqiptuar 103 gjoba. Gjithashtu janë evidentuar edhe 10 raste të garave të shpejtësisë. Ndërkohë, sektori i komunikacionit në Gjakov vazhdon të bëjë thirrje drejtuesve të automjeteve dhe motociklistëve të respektojnë rregullat e trafikut, të përshtatin shpejtësinë me kushtet e rrugës dhe të shmangin përdorimin e telefonit gjatë ngasjes, me qëllim parandalimin e aksidenteve dhe mbrojtjen e jetës së qytetarëve.